Përshëndetje të nderuar shikues, është fleshi informativ në News 24. Një aksident tragjik ndodhi mbrëmjen e dieshme në bypassin e Tepelenës, ku 3 automjete u përplasën duke shkaktuar vdekjen e 4 personave dhe plagosjen e 2 të tjerëve. Shkak për ngjarjen dyshohet shpejtësia e lartë dhe lagështira në rrugë. Unë do të lidhem tani me gazetaren Brikena Metaj për më tepër informacione. Brikena, përshëndetje. Përshëndetje, Nisid. Po, si ka ndodhur ky aksident, Brikena? Po, 3 familje nga Memalia janë tashmë në zi, si pasojë një aksidenti ku përfshin 3 automjete. Aksidenti ka ndodhur në bypassin e Tepelenës, pikërisht poshtë Kalas, dhe mendohet se ka qenë 42 vjeçari Riza Rapaj, i cili ka humbur kontrollin e mjetit dhe si pasojë u ka prerë rrugën automjeteve të tjera. Ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti dhe të humbjes së kontrollit të 42 vjeçarit, por mendohet se ka qenë shpejtësia faktori kryesor dhe shtuar këtu edhe fakti që rruga është dishez dhe kërkon kujdes në drejtimin e automjetit dhe ndërkohë që ka patur edhe lagështi. Mendohet se mund të përfshihet këtu edhe gjendja teknike e automjetit, por janë të gjithë faktorë që mbeten për të vërtetuar me kohën pasi të zbardhet e plotë e gjithë ngjarja, por ajo që është kryesore dihet që ka qenë humbja e kontrollit të automjetit nga 42 vjeçari që ka shkaktuar këtë aksident të rënd, ku si pasojë përfshin këto 3 automjete dhe janë 2 familje bashkëshortë të Bega, 62 dhe 57 vjeç, të cilët kanë humbur jetën. Automjetin Toyota, që është automjeti gri, ndodhet në mes të 2 automjeteve të tjera, është automjeti që është përfshirë më shumë dhe ka pësuar dhe të pasojat më të rënda. Në këtë automjet ndodheshin 5 persona dhe 3 të tjerët janë në gjendje të rëndë në spitalin e Tiranës. Ishin të gjithë pjesëtarët të njëjtës familje, por ishin dy familje. Po, Brikena, çfarë moshash kanë personat që janë të plagosur dhe që janë në gjendje të rëndë? Janë edhe ata janë të moshës, rreth moshës 60 vjeç. Janë në gjendje të rëndë. Ndërkohë, familjet Bega dhe Meta kanë humbur përkatësisht nga 2 dhe nga 3 antar, 60-63 edhe 85 vjeç që ka qenë nëna e bashkëshortes kryefamiljares së familjes Meta. E kuptoj. Brikena, ky është ndër të tjera, duke patur parasysh se si ndodhi ky aksident, shkaqet që të paktën deri tani mësohen, por në këtë aks rrugor ka patur aksidente që kanë ndodhur më parë, e kam fjalën këtu sa problematike është kjo pjesë? Po. Jo, nuk është fare problematike si rrugë, pasi në fakt është një segment i ri rrugor që është i përfunduar vitet e fundit dhe është me të gjitha parametrat e duhura, me ndriçimin e duhur, me lijimin e duhur. Pra nuk është problematike rruga, por kërkon, duke qenë se është dishez, kërkon kujdes në drejtimin e mjetit, me sa ashtu si të gjitha rrugët që ndodhen në gjendje të tilla, por dyshohet se ka qenë shpejtësia. Po, e qartë. Jo, enkas pyeta sepse duke qenë se nuk është problematike apo ka ndriçime, gjithçka ndoshta edhe mund të abuzohet me shpejtësinë. Po, pikërisht. Faleminderit shumë Brikena për informacion. Po, faleminderit juve. Ishte Brikena Metaj në këtë lidhje të drejtë për drejtë nderuar shikues, e cila dha detajet mbi aksidentin tragjik të ndodhur mbrëmjen e dieshme. Ecim më tej me fleshin informativ.